Në kuadër të 18 vjetorit të pavarësisë së Kosovës, krerët e shtetit shqiptar kanë përcjell mesazhe urimi dhe vlerësimi për këtë përvjetor të rëndësishëm, duke theksuar arritjet e deritanishme dhe perspektiven europiane të vendit. Bajram Begaj e ka cilësuar këtë moment si dëshmi të forcimit të Kosovës ndër vite, e nënvizuar konsolidimin e institucioneve demokratike dhe rritjen e njohjeve ndërkombëtare. Ai ka shprehur për uljen dhe mirënjohjen nga të gjithë ata që kontribuan në sjelljen e lirisë, si edhe falënderimi ndaj SBA-s dhe Bashkësisë Perëndimore për mbështetjen e fuqishme ndaj sovranitetit dhe integritetit territorial të Kosovës. Presidenti ka bërë gjithashtu thirrje për të ecur së bashku drejt Bashkimit Evropian më të bashkuar se kur. Nga ana e tij, Edi Rama ka uruar Kosovën duke ndarë një album fotografik nga vizita e zhvilluar një ditë më parë në Prishtinë. Ai ka shprehur keqardhjen për pamundësinë marrë pjesë në marshimin popullor në mbështetje të 4 ish-krerëve të UÇK-s në Hag, duke i cilësuar ata si pengje të drejtësisë ndërkombëtare. Edhe Niko Peleshi ka përcjell mesazhin e tij të urimit, duke e cilësuar ditën e pavarësisë si një nga aktet më të ndritura të historisë moderne të kombit shqiptar, simbolit të lirisë, dinjitetit, sakrificës dhe vendosmërisë për shtetëndërtimin dhe të ardhmen euroatlantike të Kosovës.